Territori i Kosovës për datën 18 prill 2026 do të karakterizohet nga mot i qëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave të pakta. Paraditja do të jetë me diell në disa zona, ndërsa në zona të tjera do të ketë vranësira të pjeshme. Pasditja vijon me mot të qetë dhe intervale me diell. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:42 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:27 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Kosovës do të jenë: Mitrovica 5 deri në 17 gradë Celsius, Podujev 3 deri në 15 gradë Celsius, Skënderaj 6 deri në 18 gradë Celsius, Pej 5 deri në 17 gradë Celsius, Prishtinë 5 deri në 16 gradë Celsius, Gjakov 9 deri në 20 gradë Celsius, Malishev 8 deri në 19 gradë Celsius, Gjilan 5 deri në 17 gradë Celsius, Ferizaj 6 deri në 16 gradë Celsius, Kaçanik 5 deri në 17 gradë Celsius, Suharek 7 deri në 20 gradë Celsius, Prizren 7 deri në 17 gradë Celsius.